Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin me dashurin e tij dhe dërguarin e tij profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Zotit i lutem të na dhurojë dije dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Zotit i lutem që të jemi për atyre njerëzve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mlidhen dhe të bëhen në emër të Zotit dhe për hir të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmend Zotin, mëshira e tij do të derdhet mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, do të mbulohen nga melajket e Zotit siç janë në tokë, do t'i përmendi atje ku është ai. Qofshim ne për këtyre njerëzve. Amin. Zotit i lutem të na njohë me të vërtetën dhe të na bëj ndjekës dhe pasues të saj, dhe të na njohë me të pavërtetën, me të kotën, dhe të na largojë prej saj. Ai i ka në dorë zemrat dhe mendjet tona. Atëherë po filloj me pyetjet, të cilat janë të depozituara, ndërkohë që nëse njëri prej vëllezërve ose motrave ka pyetje, mund të ndërhyjë. Atëherë që 3 ditë thot kanë ardhur plot dallëndyshe tek taraca jon. Ndërkohë që faktikisht është vjeshta dhe dallëndyshet ikin, këti i pasan ardhur. Kanë hyrë thot tek një birë e vogël në tavan, kam dëgjuar që thojnë është shumë mirë me të ardhur në shtëpi dallëndyshet. Shkon marr e mirë. A është e vërtetë apo jo? Sa është e vërtetë? Hiç. Edhe këte muhabete në gjumë. Nuk më merrte mendja se të ngjej kështu muhabetesh, po ja paska akoma kështu muhabetesh, mos besoni këto lloj besytnish aman. Ju bëj rexha që këto muhabete mos i ngjoni, nëse i ngjoni, mos i merrni seriozisht, po pyesni një herë, siç bëjnë këto vëllezër dhe motrat që pyesin, megjithëse dikujt i duket të çon këto pyetje koti, po këto janë besytni, duhen pastru. Po si pastru me shakan, me gallat, me qeshme, duhet me i pastru me i formë tjetër. Sepse njerëzit janë dallëndyshë, thot fat dhe marsi. Po mushin vin pllumat, grop. Hej Zoti, alhamdulillah. A është vërtet se energjia negative, mësyshi, magjirat hiqen duke u pastruar me kripin e Himalajës? Ky duhet të jetë ai i cili e fut kripin e Himalajës në Shqipëri. Ky besoj e ka sjell këtë muhabet. Me kripi Himalajë largohen të gjitha. Nuk është e vërtet. Është e vërtet që përdorimi i kripës në ujin e kënduar ndikon mirë, po duhet të jetë ujë i kënduar, po jo kripi Himalajë. Se ato që si kanë Himalajët për shembull, çfarë duhet bëjnë? Që çdo lloj kripe, kripa e gurit është më e mira, po edhe kripa e zezë është shumë e mirë, e nëse nuk ka, çdo lloj kripe ka efekt, inshallah. Taala. Po nuk është dorë me një, si thot populli. Po ka efekt mirë, nëse përzihet me ujë të kënduar dhe uthull për shkatrimin e magjive, mësyshit e tjerë. Siç e kemi përmend edhe herë të tjera. Të jesh i bekuar nga Zoti, do të thotë që të pranohen lutjet. Çfarë nuk kupton fjala i bekuar nga Zoti? I bekuar nga Zoti do të thotë të faresh 5 herë në ditë bashkë me synetet. I bekuar nga Zoti do të thotë mos fusësh haram në shtëpi e në trup. I bekuar nga Zoti do të thotë të dish ta lexosh fjalën e Zotit siç e ka shkruar Zoti. Të jesh i bekuar nga Zoti do të thotë mos i bësh keq kujt. Të jesh i bekuar nga Zoti do të thotë flasësh mirë, me edukat, mos flasësh fjalë të shëmtuara, të fllihura, mos i bish kujt në qafë. Ky është kuptimi të jesh i bekuar nga Zoti. Ndërsa shkurtimi i kuptimit i bekuar nga Zoti thjesht se bën mirë, kjo nuk është e mjaftueshme. Pra nëse ne duam të gjykojmë për një person, është i bekuar ky njeri apo jo? Kot, iksi. Shohim si ka ky njeri raportet me Zotin, me namazin, me halallin, me haramin, me haqet
e të tjerëve, me edukatën, me sjelljen, në bazë të gjithë këtyre ne themi valla ky është i bekum. Edhe nuk është i bekum me kuptimin që kur prek dikë i ecën marr. Po të erdhi në shtëpi i notë ai i bekumi ka pa Hizrin, tha. Ku është Hizri, më thosë Hizri ka vdek para shumë shekujsh. I ka ardhur Hizri në shtëpi. Ej Zoti madh, alhamdulillah. Nanës i kishte thënë dikush që kur merr abdes, duhet komën e djathtë me ela me dorën e djathtë dhe komën e majt me ela me dorën e majt. A është e saktë kjo? Nuk ka problem. Nuk ka problem. Mund të lahet koma e djathtë me dy duart, se logjike kështu funksionon, dhe koma e majt me të dyja duart se kështu funksionon. Stresi në ngrirje ose zero. Pse duhet më stresu kaq shumë? Nuk ka lidhje fare. Nuk ka. E rëndësishme është që kur morim abdes me la komët, kjo është e rëndësishme. A e lajmë djathën me djathën, apo djathën me të majtën me të majtën, apo të majtën me djathën, apo e lajmë djathën me të dyja e të majtën me të dyja, stresi zero. Ose -1, -2, futen ngrirje. Nëse 4 rekate sunet namazit të drekës, falen një lloj si dreka, pra 2 ulje 2, apo duhen fal 2-2, nuk ka problem. Më mirë është me i fal 2 selam, 2 selam, po nëse i fal 2 ulje 2, nuk ka problem. Përderisa një nga medhebet e Islamit është që falen 2 ulje 2, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Para rëndësishme në jetën tonë është ne mos dalim nga medhebet. Kjo është e rëndësishme, të ecim me dhejbe. Pastaj ka hapësirë për diskutim, për debatë, ku dëgjon e tjerë. Nëse dyshoj se dikush më ka bërë sihr, magji, çfarë duhet bëj? Stresit zero ose ngrirje, meno dhe beso se s'ke gjë. Pse duhet dyshosh? Dyshimet vijnë kur ti ke simptoma të magjisë. Ke probleme me gjumin, ke probleme me ëndrat që përsëriten janë të një llojta, ke probleme me trupin, ke probleme me lëvizje jo normale, ke probleme me mbylljen e rrugëve të mirësisë ose të fatit ose të biznesit ose të suksesit, ndërkohë që janë bërë të gjitha, le të themi, shkaqet dhe arsyet e tjerë. Këtu mund të lindë dyshim, po kot, si tha njëri, thotë, gjova i notë e rukje, tha, filloj të më dridh dora. Po ti që kur je fut me ngjur rukjen, ke thotë, po bëj provë, kam gjë apo jo. Dhe normal me qenë njeriu, në momentin që i futet në ngjimit të rukjes, me këtë mendje, filloj lu koma, filloj lu gjuni. Po normal se ti i fut me këtë mjet. Ndërkohë që s'ka pse. Po mira, mund të gjejmë në rukjet që vendosen në YouTube. Ato rukjet e YouTube-it janë kombinime, si më thonë ne, tregtare, paraje. Bëjnë ato kombinime gjëra, thotë rukja e mësyshit, ose dëgjoje këtë dhe shkatrohet çdo gjë e keqe në trupin tënd. Kjo shkatron çdo, edhe me ca figura aty për shembull, që kur e hap ti fillin fare thu kjo më nuk le xhin e shejton pa e hudhur në erë. Thjesht biznes, asnjë gjë tjetër. Sepse një rukje kur bëhet rukje do thotë njeriu që e kënon me niyetin e rukjes. Ai merr një pjesë të Mushari Rashid, një pjesë të Muaiqilit, një pjesë të ose është fut ke Kurani i njëri për lexuesve të njohur, i ka kaput ato suret dhe ai gjithë thotë rukje kundër xhindit të dashuruar. Futën këto që ndoshta jam dashuruar me xhind të dashuruar. Po çfarë ke valla? Pse s'provo veten kot? Pse veten prov kot? S'ke asnjë gjë. Çfarë duhet bëjmë nëse dyshoj se kam magji? Asnjë gjë, s'ke magji. Nëse dyshon, çohu nat për nat, fal 2 orë namaz natë pa pushim, i vitrjesht.
s'ka gjin e magji e drejt që reziston ndaj njeriu të boj 2 orë, 1 vit namaznate pa ndarë. I ditë po, i ditë jo agjërim. Lexo El Bekaren ditë për ditë. A dysho? A mendon se mund të kesh diçka? Boj se bebet. Po kot, dyshoj kot. Po pse? Se merren mend. Çfarë probleme ka? Mund të kesh probleme me tensionin. Mund të kesh probleme me veshin e mesit. Mund të kesh probleme me ku dëgjon, i gjë tjetër. Jo më po unë s'pam çelet fati, po s'të çelet fati. I ke shku fatit mrapa ti? Me e kërku? Si u çel ka fati? E tjerë. Pra, njeriu nuk mund dyshoj kot, kjo është ideja, më thënë. Amon, nëse me të vërtet ke dyshime, bëj këtë që tashun. Fillo. Lexo El Bekaren ditë për ditë. Po se dihet Bekaren, shumë mirë. Felekun dhe Nasin 3 orë në ditë pa pushim. Namaznate 2 orë. Sadaka ditë për ditë. Qoftë edhe 100 lek. 10. Leu me vajt knum. Lau me ujë dhe me sidër. Pi çajsene 12 ditë. Esëll dhe para gjumit. Fal farzet, fal synetet. Ku ka gjin që reziston ulla. Veti blisi me që në fut në trupin tatë nuk e reziston këto gjona. Jo më këto qend, qufar të vegjël. Këto ushtart, zagart, edhe kapterat, edhe togerat, dhe shëntleja të në ti. Për një njeri që ka shku dhe ka bo haxhin, a lejohet me shku në darsma, ka përqëllim dasmat. Po varet, nëse dasma është halal, lejohet. Ai që ka shku në haxh, edhe ai që s'ka shku në haxh. E nëse dasma është me harame, nuk e lejohet atij që ka shku në haxh, po edhe atij që s'ka shku në haxh nuk i lejohet. Nuk ka lidhje vajtja në dasma me ka bo haxhin apo jo. Ndoshta këti i vjen çudi, thos si ka mos i ka bo haxhin dhe shkon dasma. Kjo është pyetja, besoj, dhe ka i fart drejte. Për këtë arsye sa herë që shkojnë umre me vëllezër dhe motra, apo sa herë që shkojnë haxh, ju them o vëllezër, ca porosi majini mend prej meje. Një nga porositë është gjithë secili prej jush mund të jetë një shembull pozitiv dhe inkurajues masi kthehet nga haxhi, ose një shembull negativ dhe dekurajues masi kthehet nga haxhi. Si sillet haxhiu mrapa. Se thot për shembull, ky orë që shkojnë gjithë dimne, po që të shkoj dhe i haxhi këtë s'po e përtypim dot. Dhe këtu ka i fart drejtë pyetsi. Sepse presupozohet që ai që shkon haxh përmirësohet, rregullohet, bëhet më i mirë, bëhet më i kujdesshëm. Nuk bëhet si puna atij që tha kisha nga haxhi, shkoj ke marketi i lagjes. Tha selam aleikum, me kapuç në kokë, pra si ishte haxhi. Aleikum selam. I tha qit fletoren. Ej zot, thaj Zoni marketit. Ej zot, alhamdulillah, tha pas ka bo dobi haxhi, tha. Tha ma hap fletoren, tha ke faqja ime ke emrin. Po, e hap. Tha ma hiq emrin, shqyr, tha e filloj, ta. Ma fshi, tha, fshiu. Tani tha shkruja haxhi, filoni. Si jam më kështu, njëri normal. Haxhi filoni. Kështu që ka i fart drejt dhe ky që ka po pyetjen i shkreti, ose e shkreta, se ne kemi hallmon dhe bajmë sikletet e tjerë. Po si ka unësi, pa i ka qenë dhe në haxh, gjë e mirë kjo ndoshta është gjë e mirë, se nuk e lën njeriu me majt për vete, po të paktën e qit për jashtë. A lejohet namazi i vitrit të falet me 2 teshehude, pra 2 teshehud dhe 1 lejohet. Më e mirë është 2 selam
një selam ose 3 pa shkëputje, po nëse dikush e bë 2, ulet edhe 1, namazi i vitrit është i saktë. Si ajo përgjigje që dham pak më përpara, përderisa ka një nga mëdhëbet e Islamit që ka këtë formë, është okay situata. Kam fluturimin në orën e sabahut. Si të veproj për të falë? Falu në avion, nuk ka problem. Në këtë rast lejohet mu falë farzi ullë, nuk ka asnjë lloj problem. Në ka ndodhur neve kur u kthym tani nga umreja, hynte farzi para se me zbrit në Athinë. Ose edhe po të zbritshim ne në Athinë, derisa të shkojshim ne ke pika atje, dilte namazi nga koha, atëherë në këtë rast lejohet që ta falësh në avion. Ullë, nuk ka asnjë lloj problemi. Prindërit e burrit tim thonë se në kohën e akşamit nuk duhet të bësh dush fëmijëve. Kohën e akşamit. Ja, nuk ka problem fetarisht. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Ka ndoshta me atë që kohë akşamit është kohë që përhapen xhinë dhe shejtanët e tij, por nuk ka lidhje, ti e merr nga shtëpisë dhe po i bën dush, nuk ka asnjë lloj problemi. A i hyn hak prindërve nëse jam e martuar dhe kam shëndet të dobët dhe kam shumë obligime tek familja ku jetoj dhe nuk kam mundësi të shkoj dhe të shërbej. Ndërkohë që prindrit kanë kujdes nga vëllezërit dhe janë shoqër Zotit me këmbët e veta. Jo, motra ime nuk i ke hak, nuk ka asnjë problemi, sepse Zoti thotë në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeriu te jashtë mundësive të veta. Përderisa ti s'ke mundësi dhe përderisa ata kanë kush i bën hizmet, përderisa ata janë mirë, elhamdulillah, rri e qetë, Allahu të shpërbleft. A është haram të flasim në tualet apo të këndojmë? Apo me hedhë valle? Subhanallah, ç'na ka gjetë. Halja me ner jush. Banjoja, tualeti është vend për të marrë punë shpejt e për të dalë. Nuk është vend as për të kënu, as për të hedhë valle, as për të fol. S'ka sens, s'ka kuptim. Shveni pisët, në vend pisë kush rrin, me lajket apo shejtant? Shejtant. Ç'rrin atë botë ku s'ka me lajke ka shejtan? Çfarë themi ne kur hym hale në banjo? Çfarë themi? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Me emrin e Allahut, o Zot, më ruaj prej së keqes, së khabithit edhe khaba'ithit, të këqive dhe të këqijave. Pra vendit këqive dhe i të këqijave. A është ndryshe kur banjoja është dush, që s'ka hale, qenef. Atëherë, okay, po prap s'është normale, nuk është vend për atë punë. Njëri futet, lahet, marr punë del jashtë. S'është vend as për të kënu, as për të fol. Po mirë, për shembull, dikush ndodhi diçka, thotë, "O filan." Po mirë, ne po flasim për raste zjarri, për raste jete, ne po flasim siç është bërë pyetja këtu. Me kënu thotë ky. A lejohet me kënu thotë? Çfarë të këndosh vëllatë, elhamdulillah. Prandaj ka thonë ai moçmi, Zoti më shiroft atë të moçmin, mendja është gjë e madhe dhe e rëndësishme shumë. Okej. Doja të pyesja në lidhje me punën që e bëj tash e 7 vite, pra ka 7 vjet që punoj këtë punë, punoj në gastronomi, posaçërisht jam pizzaiol, pra mjeshtër i picave. Dhe në gjitha restorantet që kam punuar kam hasur produkte me mish derri. A është haram për këtë punë që po bëjmë ka në lehtësim, pasi unë e maj familjen me këtë rrugë? Apo më sugjeron që të ndroj profesionin? Vallai, unë nuk të sugjeroj që ta ndrojsh profesionin, se që e ke pizzaiol, mashallah, po unë të sugjeroj që të hapësh punë tate në vëlla. Pse duhet punosh në për dyrët e botës? Jo po derri, jo po vllai derrit, jo po kushëriri derrit. Jo po derri, jo po gica. Jo po gici. Jo po dosa. A diti kush është dosa? Është gryja derrit ose nusja derrit, quhet dos. Kështu që ky do të ishte sugjerimi im. Ky do të ishte sugjerimi im.
më e mirë është me kërku diçka që është e pastër dhe halal, ose me hap i punë vete, ose me vu kusht. Me vu kusht që unë nuk e përdor mishin e derrit. Punoj në një firmë pijesh, 200 lloje pijesh, të gjitha jo alkolike. Vetëm një, pra 201, vetëm një është alkolike. Dhe ne i bëjmë porosi dhe pastaj përgatisim, i fusim kasat e pijave nëpër paleta dhe ndonjëherë rrallë më bjerë dhe mua që të punojmë me pijen alkolike. Ndonjëherë rrallë kur kam turnin tim, a kam ndaluar këtë punë. Është ndryshe kjo nga kjo. E para është më problem. Kjo e dyta ka tolerancë, përderisa është shumë e rrallë, 1-200 e tjerë ka i farë tolerancë. Bismillah. Kur dëshirojmë të bëjmë diçka dhe marrim një vendim apo diçka të ngjashme, të bëjmë namazin istiharës kur kërkojmë Allahut në udhëzoj drejt asaj që është më e mira dhe të largoj nga më e keqja. Po kur e duam diçka shumë dhe kemi frikë që Allahu na e largojë sepse është më e keqe për ne, mirëpo zemra jonë e do atë. A mund t'i lutemi Zotit që nëse është e keqe t'i ndryshojë të gjitha rrethanat që kjo e keqe më vonë të bëhet e mirë? Po mos bë fare istihara, që ka puna kështu? Mos bë fare istihare. Qysh fillim të jo Allah, ma mundso këtë gjë, edhe bëhet hajrit për mu, stresit zero, edhe bëj istihare mirë, po nëse, s'ka lidhje. O Allah, o Zot, ma mundso, nëse është hajrit, po nëse nuk është hajrit, ma bët hajrit, ma bë që të më bëj mirë kjo gjëja, mos tjetë në dëmin tim. Kur thuhet në Islam se lutja e ndryshon caktimin, çfarë pjesë konkretisht? Çdo lloj lutje dhe çdo lloj duaje, çdo lloj gjëje. Edhe kjo normalisht është kader, faktikisht. Edhe lutja që bën ti është kader, caktim. Pra ky caktimi është pjesë e caktimit të madh dhe Zoti më ka thonë, robi im do të jetojë kaq, po do të lutet, edhe unë do të shtoj edhe kaq. Do të sillet mirë me prindërit, e me gjakun dhe me farisi fisin, do të shtoj kaq. E do të japi sadaka dhe lëmosh, do të shtoj kaq. Do të lutet filan ditë mes ezanit dhe ikametit, o Zot, më ruaj nga çdo e keqe që ke shkruar për mua sot. Ai ndoshta ditë ka pas ditën e vdekjes. Edhe Zoti e ka caktuar atje, dita e vdekjes filanit është filan ditë. Po do të bëj duan, da dita ai nuk do të vdesi, po do të vdesi filan ditë. Pra, ndryshimi i duas me kader ka pak kështu, si mund ta themi ne, ka pak tejkalim. Sepse faktikisht është caktim me caktim, kader me kader. Po për të nxit njerëzit, për të inkurajuar që me pos sa më shumë dua dhe lutje, thuhet thjesht që duaja ndryshon dhe kaderin. Po faktikisht kjo dua është kader dhe ky ndryshim i kaderit një është prap i caktuar dhe i parapërcaktuar nga Zoti. Për këtë arsye e thot Kurani, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab, Zoti fshin, e lën, ndërsa baziku, databezi kryesor, Leu Mahfudh, ai është me të dyja, ai ka të dyja, edhe të parin, edhe të dytin që u fshi, apo atë që zëvendësoi të parin. Dua ta bëj thot pyetjen me një shembull. Nëse Allah e ka shkruar në kaderin e dikujt që ky njeri nuk do të jetë i udhëzuar, a mundet që duaja e dikujt të udhëzojë atë dhe të ndryshojë kaderin e Allahut? Nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Allah e ka shkruar për filanin se ai nuk e meriton udhëzimin dhe është i paudhëzuar. Në rregull? Derisa të vijë një moment që ai do ta meritojë atë, dhe dikush në këtë kohë do të lutet për të dhe ky njeri do të udhëzohet. Është e pamundur të ndodhi që Zoti ka thonë për dikë do të vdesi qafir dhe dikush lutet për të e ky të udhëzohet. S'funksionon. Kjo e dyta nuk funksionon. E para po.
me drejtësinë time ky njeri nuk e meriton udhëzimin. Dhe vjen një moment që ky e meriton. Dhe dikush lutet për të. Dhe ai udhëzohet. Kjo është okay. Nëse dikush është shkruar për Zotin se të vdesë qafir, sikur jo një të lutet për të, po gjithë bota të lutet për të, nëse është shkruar që ky vdes qafir, ky do të vdesë qafir. Argument. Babai i kujt? Ibrahimit alayhis salam. Xhaxha i kujt? Pejgamberit alayhis salam. A nuk është lut pejgamberi për xhajin e vet? A nuk është lut Ibrahimi për babën e vet? Po ka qenë shkruar që me vdek qafir. Paroj historia. Familjari po hap biznes dhe i duhet ndihmë financiare, prandaj kërkon si shërbim dhe nëpërmjet emrit tim të marr kredi. Pra ti të bëhesh urë mbi xhehenem, ai të hapi biznes. Ai hedh valle, e knon, ti digjesh dhe përcëllohesh dhe bën qypa edhe poça në xhehenem. A ja vlen? Vallaj nuk ja vlen, për Zot. Nuk ja vlen. Nuk ja vlen. La, jo, no, nej. Në asnjë mënyrë mos bashkëpuno në një vepër që hidhrohet Zoti, i shpall luftë Allahut. Jo po është familjar, po i ngel hatën, s'ka problem. Çfarë bën? S'naqin gjithë njerëzit. Ke dy, Allahun dhe familjarin. E kënaqë Allahun, mërzitet ky. E kënaqë këtë, mërzitet Allahu dhe hidhrohet Allahu dhe të shpall luftë Allahun. Pse se do me hap biznes? Veseli, ose Zeneli, ose Baftjari, jo më vëlla, nuk ja leverdis. Ai që ka dy pare mend në kokë nuk loz me zjarrin e xhenemit. Nuk i shpall luftë Zotit. Në fenë islame, trupi pasi që njeriu vdes, a konsiderohet mbeturin, e si pasoj lejohet me u djeg, apo jo? Si që ka trupi mbeturin, apo plera. Trupi i besimtarit mas vdekjes gëzon të njëjtën shenjtëri si trupi i tij kur është gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thyrja e gjymtyrës së një besimtari kur është i vdekur është njësoj sikur me ia thyer atij përsë gjalli. Shkojmë ke djegja e një besimtari të vdekur është njësoj si djegja e tij përsë gjalli. S'lejohet në Islam. Çfarë lidhje ka me mbeturinës? Pastaj ç'është ky koncept? Ç'është ky koncept? Si njeriu mas vdekjes kalon në mbeturinë? Se di. Hajë. Përse gratë nuk lejohet që të shkojnë në varreza? Nëse di këtë gjë. Në Islam ka dy mendime. Mendimi më i saktë është që lejohet që gratë të shkojnë në varreza. Ditën e varrimit jo, se ka përzierje, e ka probleme, e mund mos e majnë veten e tjerë, ndërsa mas varrimit e deri sa të jenë gjallë mund të shkojnë të vizitojnë varrezat dhe të luten për njerëzit e vdekur. Ka një mendim që thotë s'bën, po është mendim i dobët. Argumenti se lejohet, hadithi që pejgamberi sa më ka mësuar nënës besimtarve se si të lutet kur shkon në varreza. Maro historinë kaq. Si t'ja bëjmë ne që jemi në shkollë mbas dite nga që vaktet e namazit ngushtohen. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kush i friksohet me të vërtetë Zotit, do të japi Zoti zgjidhje. Do ta furnizojë nga
rrugët që ai si ka menduar kurrë, kush i fiksohet Zotit, Allahu do t'i japi atij lehtësim. Pra nëse personin, studentin, nxënësi e ka merak këtë punën e namazit që mos t'i ikin në shkollë, do t'i japi Zoti zgjidhje. Ka për të folë me drejtorin, ka për të folë me mësuesin kujdestar, me mësuesen kujdestare, ka për të kap sekretarin e shkollës, ka për të kap magazinierin, ka për të kap, se e ka breng, e ka hall. E Allahu kur e shef robën e tij që ka i hall në siklet, që është namazi, e s'do t'i iki namazi, ka për të apru Zoti marr. Mund të jetë një lokal pizzerie përballë, mund të jetë një lokal hidraulike, kështu dyqan hidrauliku aty matan, mund të jetë një fruta perime aty matan gjithë me shkollën. Jep Zotit, ti çel Zoti. Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ata që e kërkuan të mirën, Zoti ju jep. Nuk lën Allahu askën mbal, ama mund ta sprovojë njeriu. I thon këto jo, i bëhet jo gjithanej. A ka për të kërkuar zgjidhje apo jo? A ka për të dorëzuar apo jo? Kam parë në ëndër profetin sallallahu alaihi wasallam, është e vërtet që kur e sheh profetin alaihi wasallam në ëndër, është me të vërtet ai realisht ai. Apo ishte thjesht ëndër. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi." Kush më sheh në ëndër, është njësoj sikur të më ketë parë në realitet. Se shejtani, djalli, nuk mund paraqitet në formën time. Faktikisht, gjysma e dytë e hadithit ka komentuar gjysmën e parë. Çfarë thoshte gjysma e parë? Kush më sheh në ëndër, sikur më ka parë prej vërteti. Kush më sheh në ëndër, sikur më ka parë prej vërteti, sepse shejtani nuk mund të marrë paraqitjen time. Pra ti e ke si kusht që të dish paraqitjen e pejgamberit alayhis salam. Flokët si i ka pas, mjekrën si e ka pas, veshjen si e ka pas, veshjen asaj kohe, si e ka pas. Sa thinja ka pas në mjekër, sa thinja ka pas në kokë. Pra e zemë për shembull, thotë njëri pash pejgamberin alayhis salam në ëndër, dhe t'i jep gjitha cilësitë tamam. Thotë kishte mjekrën të bardhë nur. Themi nëse është e vërtet. Sepse pejgamberi sa nuk ka pas mjekrën e bardhë. Ka pas thinja 10, 12, 15, 20 thinja, kjo pjesa këtu e mjekrës, po jo. Thotë pash pejgamberin alayhis salam me mjekër të rujtme. Ndërkohë që gjitha të tjera të jep sakta siç e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Themi jo. Më kuptoni pra? Pa duhet të jetë patjetër siç ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse një njeri është musliman, pra ka thënë shahadetin, por nuk fal namaz, a quhet musliman apo është kafir? Po ti the vetë, një njeri është musliman që ka thënë shahadetin. Gjysma e pyetjes bie ndesh me gjysmën e parë. Është një musliman që ka thënë shahadetin. Mirë, musliman që pas ka thënë shahadetin, por nuk fal namaz. A është musliman apo kafir? Po atëherë ti duhet të kishe thonë një njeri i cili ka deklaruar shahadetin, por nuk fal namaz. E rëndësishme, ne kemi thonë, nëse dikush nuk fal namaz, se e mohon namazin, thotë s'ka namaz, namazi s'ekziston, është kota i muhabet. Ky njeri është kafir edhe nëse falet 5 herë në ditë. Vjen falet për sport, për shnet. Është kafir i pa fe, mohus. Nëse dikush thotë gjë, namazi është farz, unë e di shumë mirë, nuk e mohoj kurrë, nuk i bja hasha. Po ja fëmia ka lamë gruaja hallë, sekletat puna, apo pozicioni, jam me pozicion shumë të lartë, ku dëgjon etj. Ky nuk e mohon namazin, nuk i bja hasha namazin. A muhaxhirin bën ose i vepër tjetër të Islamit që është dalluese si vepër e Islamit e bën. Atë ky njeri është musliman, gjynafçar. Po kur njeri është musliman, domethënë ka thonë shahadetin, falte namaz, po ka kohë që nuk fal. A është musliman apo kafir? Pra ka fal namaz, tani e ka lënë. Varet pse e ka lënë.
Nëse e kalon namazin se e mohon, është i pa fe, është qafir. Nëse e ka fal namazin se është i lehtë dhe i dobët në fe dhe në besim dhe në mendim, ky është musliman gjunafqar. Ata që jetojnë në shtetit dhe nuk blejnë mish të therrë halal, ka një dyqan halal, po nuk blen njëri tek ai sepse nuk i ka kushtet higjienike as pak komode. A lejohet që të blehet mish në supermarket? Lejohet, nuk ka problem. Përdesa s'ka halal tamam, lejohet, nuk ka asnjë problem. Përdesa jeton në një vend krishterë, nuk ka asnjë lloj problemi. Përveç se nëse dietarët e atij vendit kanë dalë me një fetva, duhet me ecë me fetvan e dietarëve të atij vendi. Po kështu nga distanca kjo është fetvaja. A ka namaz ndërmjet ikindisë dhe akşamit? Jo, përveç se nëse ke arsye, hynë në xhami, ke marr abdes, çfarë themi në gjë tjetër që ka arsye njëri me fal namaz. Ka arsye, po, s'ka arsye nuk bën që me fal namaz mes ikindis edhe akşamit. Për shembull, s'ke fal sunetet e drekës, lejohet, nuk ka problem. U kujtove që s'ke fal sunetet e sabahut, lejohet, nuk ka problem. Për shembull, pra nëse ka arsye, lejohet me u fal nga ikindia deri në akşam. Nëse s'ka arsye, nuk bën. A mund të më ndihmosh pak thot me oraret e 9 ditëve agjërim të Ramazanit që kam për të bërë? Merr një kalendar të zakonshëm, edhe shif. Aty thot imsaku, stop. Akşami do thot çele. Nuk ka ne filozofi të madhe. Thjesht zbrit kalendarin. Nëse je në Shqipëri, zbrit kalendarin e kohëve të namazit. Nëse nuk je në Shqipëri, futu tek një aplikacion që mund të jetë Athan, shumë aplikacion korrekt. Fut emrin e qytetit, të dalin kohët e namazit, aty ku thot fajr, F-A-J-R, fajr, aty ndërprite, dhe aty ku thot maghrib, domethënë akşami, aty çele dhe je okay. A lejohet falemi ulur në avion nëse nuk në lejohet vend për të falur në këmbë? Nëse është sunet, nafile, lejohet. Nëse është farz dhe s'ka mundësi dhe s'ka hapësirë, lejohet. Nëse është farz dhe ke mundësi me u fal në këmbë, nuk lejohet me u fal ul. A lejohet që një person, edhe pse është në mëdhëbin Hanefi, të marrë një praktik nga një mëdhëb tjetër për shkak të lehtësimit? Jo, nuk lejohet fetarisht. Kush është në një mëdhëb, duhet i ri besnik atij mëdhëbi, në bazë të imamit që ai ndjek. Dhe nuk bën që njeriu të dalë nga mëdhëbi në mëdhëb për shkak të lehtësimit, absolutisht. Kjo në gjuhën e Islamit quhet telfiq. Telfiqu është haram. Domethënë ti lëviz nga mëdhëbi në mëdhëb se të përshtatet etj etj. Nëse ti në një çështje në një mëdhëb, po valla jam i bind që kjo është më e saktë se sa mëdhëbi im, jam i bind sepse kam lexuar, kam studiuar, e kam pa këtë çështje dhe më qetësohet shpirti valla që Shafiit e kanë më të saktë këtë mesele. Nuk ka problem. Amo ti shkove me bindje dhe jo me dëshirën për të lehtësuar. Nëse shkon me dëshirën për të ndjek lehtësimet, kanë thonë të parët tanë, men iltafaqa tazandaqa. Kush ndjek lehtësimet e mëdhëbeve apo dietarëve del prej feje. Edhe është e saktë. Nëse njeriu i futet fesë me niyetin ku ka lehtësim ta bëj, del nga feja. Se për çdo gjë që është haram, do ta gjejsh mendim që thotë jo se ka hapësirë, jo se ka dhe i mendim. Po hyn e kësaj pune, ka dhe i mendim, del njeriu nga feja, Allahu më ruaj. Kështu që rri besnik atij mëdhëbi që je, përveç se nëse bindesh që një që është caktuar vallai këtu jam më i qetë shpirti im, do të dalësh përpara Zotit, s'ka problem. A është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë nëse kaloni pranë një lumi ose pusi,
recitoni surën El Kauther, shikoni ujë dhe recitoj me bindje të plot. Për çdo pikë uji që she, një nga mëkatet e tua do të shlyhet, dhe nëse ja mëson këtë që tham më lart 3 njerëzve, do të bëhet për ty një sadaka e rrjedhshme. Kjo është merre me long se mishi ka marru. S'ka për këtë gjë asnjë lloj argumenti. Po shisi e kanë më thonë zbukuru. Surë Kauther, Kur'an, lexoja Pusit, lexoja Lumit. Edhe po a the 3 njerëzve, mani me në atë letrën me 13 ju, ka qenë një letër, shërbëtori i varrit të profetit, Ahmed kishte Ahmed Kalaj. Ahmed ku dëgjon si e kishte ai, ka qenë ka pa në ëndër, ka thonë këtë ëndër, kush e shpërndan 13 veta, po ishin disa që nuk e shpërndan e grisën, shkatroi Allahu. Mani men, në fillimet e Islamit fare, ka qenë shpërndanë për xhamia, kjo 13. Edhe kjo e paska me 3, kjo e paska uli qik dozët, 3. Unë jam një djalë dhe dua të flas për jetën time, kisha lidhje në distancë. Dhe keshim ato zënkat tona. Ajo u bë shumë xheloze dhe u prishëm, më bëri blok, gjithandej. Dhe pas 6 muajve kërkova prap unë, dhe më tha se kam gjetë një tjetër, po pikërisht shokun tim më të ngushtë. Kështu është kur shofi njerëzit telenovela turke dhe braziliane, ndodhin këto gjona. E para, këto gjona nuk funksionojnë. Nëse një gocë pëlqen, shko vëlla kërkoje kë shtëpia e vet. Ç'është kjo lidhje në distancë? Dhe kishim zënka, po normal si ti je në distancë, do të ketë zënka. E para. E dyta ky tjetri. Shko merr. Se kuptoj vallaj, nuk e kuptoj për shembull, unë domethënë kompjuteri im që është i vjetër hala, kompjuteri këtu që është hala me të vjetër nuk i kap dot këto lloj filmash kaq të fortë. Ai thu tjetrit vëllai, thu tjetrit shok. Si xhahilat. Xhahilat funksionojnë kështu. Ti vetëm pse është muhabet me vllajën tat, me shokun tat, edhe besimtar mos me qenë, edhe fetar mos me qenë, hiç s'ka lidhje me fen, nuk futesh dot vëlla. Muzin ato shfrytëzoj rastin ky. Zot na ruaj. Kunata jem tash në gusht ka hi në shtëpi të re, ka hi me pul të zezë, që të sjelli bereqet e të mira demek, me hi me pul të zezë në shtëpi të re. Mishë s'ka hi me nej lopë. Ka pula zezë në shfaqet në shumë situata neve, në vdekje, pula zezë këtu, kur futesh në shtëpi pul të zezë. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë me fenë e Zotit, po janë besytni, besime supersticioze të cilat nuk e di nga i kanë marrë. Ka 3 javë që jam njoft me i gocë dhe shkrim shumë mirë. Hajde bismillah të shohim çka kanë. Mirë, po ka një problem, se vllai dhe mami i saj nuk janë dakord me këtë gjë. Se thonë është mosha e madhe, unë jam 36 dhe goca 25. Tani, goca mund të vazhdoj me mua apo jo? Vazhdojnë Allah që lidhe ka? Tamam jeni, shumë mirë. A jeni me njëri tjetrin, a përshtatim me njëri tjetrin, a shkoni me njëri tjetrin. Pastaj përderisa është baba gjallë, spytet njëri tjetër. Goca dhe baba. Mami dhe vllajt majnë radhën. Edhe të cilën mirë bilës. Se ju vejmë sanksione pastaj mas dasme, mas martese. I themi rini ke dera, pritni e gjysore aty. I themi nxirr këmbën. A je nëna dhia apo jo? Po e pa të bo me miell e pastrojmë pak, që e ka vera. Erdha, prit edhe e gjysore. Kështu që stresit zero, vazhdo me babën e gocës dhe me gocën edhe je në rregull.
Pa edhe këto burr të mençëm fort, ky vllai dhe oma, këto të mençëm. Është diferencë e madhe. Ka dalë dhe trendi tani, më ka qellu me 2-3 goca që është bërë muhabet. Pra që e ka 3 vjet më i madh se unë. Pastaj do vi 3 ditë më të madh se sa ti, e do shok shkolle mundësisht. Keni bë mi klas. Po është normale që burri të jetë më i madh mosh. Nuk se di vallai. Ose jam unë hala me të vjetrën, nuk e kam marrë atë programin e fundit, nuk jam updateu akoma. Në vallai unë nuk shoh asnjë gjë të keqe që të ketë diferencë mosh, qofse punët shkojnë mirë në halal. Përse duhet të jetë kjo tendenca e afrimitetit mosh? Gjasmë pra që me shku, mos me qenë diferencë e madhe, thuaj që ai është i shekull përpara, edhe është një botë krejt tjetër, edhe kjo është një shekull mrapa, ose një dekadë thonë 10 vjet. Po, kështu që çfarë problemi ka? Pastaj kush bjerë më shpejt? Femra, burri. Femra bjerë më shpejt. Kështu që është normale të jetë më e vogël se ashtu shkojnë barazim muhabetet. Se nëse do të jenë barazim, e kjo bjerë më shpejt, çfarë faj ka burri pastaj? Që do me kullot. Të quhen probleme autoktone. Një shoku im do shkoj në një vend në Has. Përshëndetje. Doli emri. Që e quajnë vend i mirë. Dhe më tha mua, do të vish me mua vetëm për të më treguar rrugën, sepse unë i them që nuk bën, nuk lejohet. Është shirk, i them unë, thot ky që ka bë pyetjen. Mirë po ai shoku nuk di rrugën. A lejohet? Nuk lejohet. Nuk lejohet me i tregu rrugën dikujt që me i bë shok Zotit. Nuk lejohet. Ai qysh kur than fillim vend i mirë, mbaroi historia. S'lejohet. Thot Zoti në Kur'an, "Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni në të mira dhe në, si më thon, o ta'awanu 'alal birri, në të mira dhe në devotshmëri, dhe mos bashkëpunoni në të këqija dhe në armiqësi. Kështu që ta udhëzosh një njeri se ku është shirku, edhe pse ti nuk e bën vet, nuk lejohet. Kam ndrydhur dorën dhe shkova tek një grua e cila më mbështolli me një leckë dhe e lagu me raki dhe me ca gjëra të tjera dhe duhet ta mbaj 2-3 ditë, si t'ja bëj për namazet. Kjo është jaki. A keni dëgjuar për jakin? Është një beze, bëhet me vezë, ose me gazet, edhe e vjen ai që është specialist i fushës, edhe s'duhet ta ashtu derisa të zej vend e tjerë, nuk ka problem. Po si t'ja bëj për abdesin për shembull, s'ka problem. La pjesën që është pa probleme, kurse këtë pjesën këtu ka 2 mendime. Një mendim që thot jep mes 3 herë dhe një mendim që thot s'ka problem. A është gjëna të bësh shtëpi e të jetosh në një vend kur vite më përpara në atë kanë qenë varreza? Nuk ka problem fetarisht. Ne kemi ilazhe të mëdha në Tiranë që quhet Vorri Bomit. Aty kanë qenë varreza vakuf. Aty faktikisht kur erdhi sistemi për zgjeru Tiranën i lëvizi, i sheshoi, ku dëgjon etj dhe pra jo se po argumentohem me atë, po ideja është nuk ka problem. Xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është sot ka qenë një kopësht me varreza të vjetëra idhujtarësh, më fal. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si bone si gjë i rrafshoi edhe ndërtoi xhamin e tij. I rrafshoi, pra i pastroi gurët ato gjonat, i rrafshoi edhe ndërtoi xhamin e tij, kështu që fetarisht nuk ka problem. Ka ardhur një pyetje këtu, kështu, shohim inshallah e kap. Okej. Dua me emrin e Allahut El Fettah. Lutu thot bashkë me mua për një muaj të bekuar. Hap për mua dyert e çdo të mire që të më afrojnë më shumë me ty.
Në momentin që jepet një gjë që ka aromë fetare, si formul fikse, bëje këtë se do të ndodhë kjo në Islam nuk lejohet. Emri i Zotit El Fetah është i saktë, ai që hap çel e tjerë, ai që gjykon me drejtësi. El Fetah ka disa kuptime. Dhe lejohet që njeriu në një moment vështirësie ku s'ka ku me dal situata thot Allahumma ya El Fetah. O Allah, o ti që je El Fetah, më shiro nga kjo çështje, më jep zgjidhje për këtë punë. S'ka si problem fetarisht. Amo ti që thosh, lutu me këtë emër të Allahut që ky muj të bëhet i bekuar, themi ndalu bek se ka henek. Tu s'mund ta kalosh sepse ke bër te i kalim kompetencas. Ke dhënë një formul, ke fol për çështje të cilat janë çështje të gajbit metafizike, që s'ke kompetencë, tush kjo që të bëhet muj i bekuar, nuk ekziston kjo gjëja kështu. Kjo është ideja. Si bëhet për ne femrat të cilat kemi sekrecionet e bardha në lidhje me abdesin dhe namazin, nuk ka asnjë lloj problemi. Sekrecionet e bardha të femrave nuk e prishin as abdesin, as namazin. Selam. Wa aleikum selam. Kur duhen dy veta në distancë, a mund të kenë një të ardhme bashkë? Çfarë lidhje ka për shemb? Çfarë lidhje ka kjo punë? Kur dy veta duhen në distancë, a do të kenë një të ardhme bashkë? Kjo është njësoj sikur me thonë, sikur deti Adriatik të ishte në Kuks, ose në Prizren. A mund të bëjshim plazh ne atje? Çfarë lidhje ka ky muhabet? Nuk ka lidhje fare. Sa rob munduhen në distancë. Pra, se më shef mu, si tip orakulli, si astrolog, edhe e kemi të ardhmen bashkë, e du t'i kënë distancë. A mund të kemi të ardhmet me të, mund t'jetë edhe me këtë sens pyetja, se këto hoxhallar shofin, hapi çik ti qytetin, e du t'i kënë distancë, a mund të kemi një të ardhme bashkë? Di Zoti, se di unë. Kam shumë dëshirë të bëj një tato për shokun tim të ngushtë që më ka ndruar jetë. Po këta muslimanët po më thonë se është haram. Të lutem me këtë një përgjigje. Po, mirë, këto muslimanë të duan të fortë dhe të kanë këshillu që të kanë thonë irhamukallah. Të kanë thonë zbon. Nuk bën që ne të bëjmë tato askënd. Madje kjo nuk është mirë për shokun tat në atë botë. Pa nuk është se jetu i bëu në nerë, apo ai do thotë, bravo që vetëm filoni më ka kujtuar në atë botë që mboni tato. Nuk jetu i bëu në nerë atij. Përkundrazi e dëmton. Kështu që larg tatuazheve, ne muslimanët faktikisht gjithë njerëzit e kanë ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e ka mallkuar Zoti atë që e ka si profesion dhe atij që i bëhet tatuazhi. Kështu që nuk lejohet në Islam në asnjë mënyrë. Po mirë, dikush që ka tatuazh mund të falet, po le të falet, mund të s'ka lidhje. Pa mund ta agjëroj, po ta agjëroj, mund të s'ka lidhje. Nuk po flasim ne ai quhet namazi apo si ne po flasim a lejohet apo nuk lejohet. A mundem ta fal ikindin tek xhamia direkt sa po thirret ezani, sepse më duhet të kap shkollën. Po. Me të dyja durt. Po vlla. Lejohet, Allahu ta shpërblet ose motër. Doja të pyes, pasi kemi caktuar mehrin për dhuratën martësore në nikah, pra kur kemi bërë atë aktin martësor. A ekziston mundësia ta ndryshojmë mehrin duke parë se bashkëshorti nuk e ka mundësinë? Po, me të dyja durt. Yes, Allahu shpërblet. Letësoja burri se ta lehtëson ty Allahu çdo gjë pastaj. Për të bërë fëmijët vëlla e motor nga qumshti, a duhet të pi patjetër në gji apo mund të japim dhe me beberon? E rëndësishme është ngopet.
s'ka problem, me biberon, me tas, me gotë, me tenxhere, me gjinjë, s'ka problem. E rëndësishme është 5 ngopje. 5 ngopje. Kjo është e rëndësishme. Pse ne themi gjithmonë kur flasim për vdekjen larg qoftë, kur ne e dim që është e caktuar, po vallai nuk e di, pyesni veten tuaj. Se ne nuk themi, kur përmendim vdekjen, ne muslimanë nuk themi larg qoftë, ne. Që kemi çik më dije, falemi, lutemi, nuk themi. Ju që e keni frikë, e keni të marr, se mendoni se aty mbaron gjithçka, e thoni larg qoftë, edhe luni për vendit të çik bilës, se po na kap. E vërtet është që se ekziston kjo gjë në fe dhe në besim, kështu që stresi në ngrirje ose zero. Ka ardhur koha e ezanit, ha? Okej, pyetja e fundit për sot. Pa lexet gjithën si pyetje, siç e ka shpresoj që të jetë një pyetje shumë e sinqertë. Hoj, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë, elhamdulillah. Ju lutem shumë, bëni një video për pyetjen që po bëj, sepse jam shumë merak. Po, ja tani po e bëj. Kur këndojnë korbat në fshat, çfarë do të thotë? Janë qef, do të jenë qef, do të kenë morë në i lajnë mirë e rras kongës. Sepse është një përshtypje tek mitologjia idhujtareske që thot, po kënoj korbi, ka për t'ik në njoni, kovë pusi, do t'ik në njoni në ajeret. Së është e vërtet kjo, korbat janë qefi drejt me sa bet, po ka notë për shumë që ka kërmu i herë korbi, vdiq njoni, po ka notë dhe ka notë. Nuk është se korbi ka sjell lajmin. Nuk është korbi lajmtari i vdekjes. Stresi zero. Dhe kur një i vdekur merr dhe ditën e njëjtë, çfarë do të thotë se kam dëgjuar që kur merr dhe ditën e njëjtë, është një tjetër i cili do të vdes mbas disa ditësh. Nuk është e vërtetë. Nuk merr i vdekmi njeriu, të fal Zoti. Si merr ai vdekmi? Tërheq edhe një. Edhe njonin me vete. Se ekziston kjo gjë, nuk ekziston. Lajni trunin dhe mendjen nga këto lloj besytnish. Janë shumë besytni që janë në përkëmbë, që nuk ekzistojnë në fen tonë të bukur. Prandaj pyesni, Zoti ju shpërblet që pyesni dhe mos pushoni së pyeturi, sepse me të vërtet vallahi bilaj un habitem se sa shumë pas kështu muhabetesh në popullin ton, Zoti na uzoft dhe Zoti na fal. Atë po mjaftohemi me kaq inshallah taala, dhe inshallah pyetjet e tjera në javët në vazhdim. Zoti ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.